Dhjetra banor nga fshati Aldinz dhe fshatrat përreth kanë protestuar duke bllokuar rrugën që shpihet drejt fshatit Koliçan dhe fshatrave malor të komunës së Studeniçanit. Banorët thonë se kjo protest vjen si pasojë e prerjes së pakontrolluar të drunjëve nga ana e pyjeve të Maqedonisë, po edhe mospastrimin e rrugës dhe dëmtimin e të njëjtës nga ana e drejtorisë. Problemet rrugët shtaj drut i krejnë me traktore, i krejnë me qeshiti, rrugët që shtaj me dalmi, po këtë drun në për rrugën. Kërondët lanta ne lipim, rruga mini herët pastrohet, rëpsisht ndalet e premje drujve, edhe rrugët pastrohet, terin vikendicën e mramt, për Mbaj Aldinc, i ka 7 km për Mbaj Aldinc, teri a gjithë se kena vikendicë a gjithë. Për një kohë të gjatë po ballafaqohemi me problemet e shumta. Kjo për arsye të dëshirave personale, nuk e di të kujt, megjithatë të bëhet një veprim i tillë, të pritet një mal i tillë, rrugët në fjalë e shfrytëzojnë për më shumë se 4 dekada, ka qytetar të bllokuar atje për më shumë se 12 muaj. Për mua nuk është problem sepse kam vetur xhip, por edhe me xhip është bërë problem të ngjitëm lart. Nuk mund të vinë mysafir, kam shtëpi malore. 30 vite më parë mysafirët vinin me fiqe dhe veturat e thjeshta. Tani është bërë shumë vështirë, pothuajse e pamundur, mbi të gjitha, për rrugën e papastër nga prerja e drunjeve, pavarësisht nëse presin pyjet të shtetit dhe private, pavarësisht nëse pretë në të zezë ose me dokumente. Rruga dëmtohet dhe askush nuk e sanon, dëmët janë afagjate dhe të shumta. Njerëzit nuk mund të vinë as në shtëpitë e tyre të lindjes. Në protest krah banorëve ishte edhe kryetari i komunës së Studeniçanit, Ejup Abazi, komunë në të cilën bien fshatrat, banorët e të cilëve protestuan. Ne kemi qenë vazhdimisht në kontakt me qytetarët të asaj pjese dhe ne si komunë jemi në mbështetje të plot të kërkesave të qytetarëve, për shkak se ata kërkojnë që rruga e cila kalon nga Vikend Shtëpizat deri te fshati Aldinc të jetë e kalueshme, mos të ketë probleme për shkak se qytetarët ndjehen të pasigurt. Drejtori i pyjeve Karaxhica Vlatko Gruevski në një prononcim për media duke folur për protestën, tha se pastrimin e trasese bën në koordinim me Qendrën për Menaxhim me Kriza. Ai premton se rruga do të pastrohet dhe do të sanohet brenda 15 apo 20 ditësh. Afat, po them për 15 ose 20 ditë, mund edhe më herët, po e lëm një hapësirë të vogël, rruga do të pastrohet, ne do ta pastrojmë me makineritë tona, pjesa ku është dëmtuar do të sanohet, do të mbulohen të gjitha pusetat e krijuara, do të pastrohet që të jetë i kalueshëm për veturat e lehta. Banorët nga ana tjetër thonë se nëse nuk ndërmerren masa, do të vazhdojnë me protesta dhe blokada të rrugëve.